Personi që po shfaqet në këtë fotografi është Ekrem Berioni, hiç më pak se doja i kryetarit të Fushë Kosovës Valon Prebreza. Berioni, raporti të ngushtë familjar me të parin e komunës, pritet t'ja shoh frytet shumë shpejt. Ai është futur në listë të ngushtë për intervistë me gojë për pozitën e kryeshefit në ndërmarrjen publike Fushë Kosova, e krijuar Rishtazi, dhe sipas informacioneve të Vox Kosova, e ka mbështetjen e plotë të pushtetit lokal atje për ta kapur pozitën. Vëmendje këtu, kjo ndërmarrje u krijua më 22 shkurt të vitit 2026. Ajo është në pronësi e menaxhim të plotë të komunës së Fushë Kosovës që udhëhiqet nga Valon Prebreza. Siç e thash, nipi Ekrem Berionit. Po ju paraqesim propozim vendimin për themelimin e ndërmarrjes publike lokale Fushë Kosova si shoqëri aksionare në pronësi të plotë të komunës së Fushë Kosovës. Nepotizmi s'është problem, por se çka bën nipi Prebreza për dojën Berioni, krenar sa s'ka më, shprehet ky i fundit. Shumë i lumtur që jam doja e që është nipi jam, pas i lumtur jam. Por me gjas, Berioni ka harruar që në vitin 2021 ishte denoncuar për keqpërdorim në prokurori gjatë kohës sa ky ishte drejtori i zhvillimit ekonomik në pushtetin e LDK-s. Denoncimi, besojeni ose jo, vinte nga vetvendosja dhe bashkëpunëtori i ngushtë i Valon Prebrezës, Durim Hojra. Ky i fundit tash drejtori i inspektoratit në komunë. Si palë ndaj të cilës është ngritur kallëzim penal është drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe drejtoria e financave. E pabesueshme, e di. Vetvendosja po i rezervon vend si kryeshef në ndërmarrje një personi që vetë e kishte denoncuar më parë. Për dallim nga doja e tij, kryetari i Fushë Kosovës që përgjigj interesimit të Vox Kosova për këtë çështje. Me marrjen e postit, Valon Prebreza me sa shihet e ka ndërruar vetëm titullin në derë të zyrës. Por receta është e vjetër, punësime familjare gjithandej.